Ishte edhe ofertë shumë formale se kam pas oferta nga televizionet tjera që bëjnë muhabet kafe, që shiko, Ola, do vish ti që të fillosh edhe të hënën punë si prezantuese dhe ta flasim ne, domethënë, vërtetësisht ishte shumë korrekt. As me pagat? As me pagat nuk pas problem? Domethënë, unë shkoj te Moncler dhe isha, sot i marr kush çohen 6 ditë te Moncler. Se ishte bë gjë. Po ikëm fak babru edhe. Edhe mbaj mend ne atëherë po bënim shtëpinë e re, edhe unë merrja bloqe tulla, vendos telefonin atje dhe bëj video. Shkon te mami te shtëpia, kush i vendos tullat në balkon, thoshte çka ka ndodhur, pse tullat në balkon. Hank e ke rregullu te misi, e fut te misi gjasme e fut edhe do fitosh. Po, unë shikoja kështu, çfarë po thon këta, unë jam fut, por nuk e dia do fitoj se unë çfarë nuk e dia si funksionon. Është garë në fund ditës. Nuk është se unë po rritem, sepse nuk dua të përdor jetën time private, që nëse do e kisha përdor. Telenovel turke, ha? Turke, nuk e di Më keq, pse ka ish drama? Portugezet me video. Dhe kam provu vetë, pa agjenci, kam shku atje, kam shku der me map të pa agjencit ku janë, derisa e fundit më pranoj. Po në rregull, nuk ka problem për mu, po se thojnë ata me bë gjona, ti ki gojën tonë. Edhe kur e njeh një person, edhe ki raport me një person nuk thuhet ashtu, a din se ti më njeh shumë mirë. A hi me dalim, kam plun shtëpit, kam thënë çat kish nevojë unë. Nke edhe mrapa me dal me thonë në mall, mos më plasa, kupton, se mos më intereson se kush don me më njeh mjet. Po veç tregon për ty pak edhe më bezdis pak. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini edhe në episodin e kësaj jave në Zero Cap Podcast. Do ta bëj pak ndryshe intron kësaj jave. E mbani mend që para se TikToku të quhej TikTok ishte një periudhë e art që quhej Musical.ly dhe ne që përjetuam e kemi shijuar në maksimum. Nuk besoj se do shumë për të kuptuar tani se kush është e ftuara jon për këtë puntat, se një ka qenë atë kohë. Ka pas shumë, po një ka qenë pak me veçantë të tjera dhe ne kemi sot në studio dhe ajo është Fabiola ose siç e mësuar ne ta quajmë Ola. Mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Edhe ne jemi shumë të lumtur që të kemi sot ty. E prita me shumë qejf se e di që do jetë qejf. Po pra. E di që do bëjmë më mirë. Edhe ne kemi shumë gjëra për të folur me ty në fakt, edhe po vrisja më për puntatë është si ta mbaj kuadrin e diskutimit me Olën, sepse nuk është se të njihja dhaj shumë nga jashtë dhe nuk e dia çfarë preferencash, si do ishte tek Anjoza ose etj, gjë që nuk më rezultoi fare e tillë. Edhe thashë ti shkoj me Olën të flasim për të gjitha, do flasim për jetën e saj dhe do fusim në diskutime përgjithësi se dukesh që ti ke çfarë thuash edhe ke një opinion të lezetshëm që mund ta themi, po nëse se do të dalim gjatë diskutimit me këto, por fillimisht unë di diçka për ty që ti flet shumë bukur dhe në dialekt. Po tash Po, kështu që në këtë podcast ne kemi kështu tonën që ne nuk jemi komplet freestyle, jemi të lirë. Ti si e ke më lirë të flasësh? Okej, unë po filloj të flas si flas unë me familjen time, me rrethin tim. Qefe kam me fol dialekt, po nuk e dia kam me marrë tamam që Atëherë si të rrjedhi pra, kështu që mos e vret mendje. Po kam përshtypjen që 5 minutat e para do jesh pak si siklet se do si do dhe pasi do të vinë ndryshëm edhe dialekti, se ndodh gjithmonë kjo me të gjithë ftuarit me radhë. Mirë, Olti në fakt e nisi këtë karrierën tënde, le të themi, jo le të themi, po e nisi tamam me TikTokun. Me Musical.ly. Me Musical.ly quhej asaj kohë që mos ta deformojmë kot, dhe ishte realisht shumë virale, domethënë në një moshë fare të vogël, 17 vjeçëm duket e ke nis. 16-15 po që kape një boom të madh. E nisi domethënë me plan. Asnjë lloj plani nuk kam pas. Shiko, unë gjithë këtë rrugtimin tim, se tani që e shoh kthej kokën mrapa, unë 23 jam, po i kam bërë ca vite, një 7 vite në modeling, me rrjete sociale, me kështu. E kam fillu komplet pa dashje, kjo gjëja thjesht ndodhi. Unë kam postu video sepse shikoja ato gocat, jo Lea, Lui që kanë qenë të huajat. Kisha një telefon, një iPhone 6 të lashtë, po. Edhe mbaj mend ne atëherë po bënim shtëpinë e re, edhe unë merrja bloqe tulla, vendos telefonin atje dhe bëj video. Shkon te mami te shtëpia, po kush i vendos tullat në balkon, thoshte çka ka ndodhur, pse tullat në balkon. Edhe shtëpisë time nuk e dinin që unë po merrem me rrjete sociale. Jo. Ndodhi një video që shkoi virale, nga aty erdhën 50.000 ndjekës direkt, unë se kuptova, thjesht u rritën, filluan kërkesat për bashkëpunim, Instagram nuk kisha se nuk më linin shtëpis, se siç e dini unë jam çik malok, edhe nuk i kishin qef. Nga anët ku jam unë nuk ka influencer. Nuk kishte, tani ka se I walked so they could I walked so they could run. Po që tani është çik tabuja, po në kohën që e kam filluar unë ka qenë shumë. Shikoj sepse edhe pjesa kur e thua 50.000 followersa për një video janë shifra të frikshme që sot është shumë e vështirë ta kapësh, se sot kanë filluar që të gjithë, më kupton? Sepse sot nëse ti vëre ti scroll, e sheh videon, i bën like edhe vazhdon scroll. Kurse atëherë ishin pak veta, unë ndjekësit e kam pas amerikanë se në Shqipëri nuk ishte shumë i njohur si platformë.
Dhe njerëzit ndiqnin personazhin, kishin qejf me pasi çfarë do postoj unë në vazhdim. Kurse sot nuk ke kohë që të ndjekësh dikë, unë e shoh, kam ato 400.000 followers që kam që atëherë nuk është se rriten se nuk kanë më njerëzit atë kuriozitetin që të njohin një personazh nga fillimi. Po ti ke pas edhe këtë veçanti që ti ke pas edhe pamjen, që nuk të jepje shumë vibe shqiptar, më kupton? Domethënë jo se ne kemi edhe goca dhe çuna shumë simpatike të bukura të gjitha me radhë, po ti ke pas një fytyrë shumë unike. Edhe t'jepshe një vaj pak si francez, pak si amerikane, dhe ishe shumë interesante. Edhe unë futa të shikoja videot e tua më thamshme, dhe ti kishe video me 400.000, 500.000, 800.000 like, që është enduri për një treg si Shqipëria. Përveç pamjes, mendoj ka qenë kontenti, sepse unë e ndiqja creator të huaj, edhe ata që ata postonin, unë ndiqja një vi të ngjashme, postoja gjëra të ngjashme, nuk është se postoja tani e shoh që nëse postoj një sound të kiqës ose çfarë janë këto të TikTokut, ato marrin like se ato audiencë ka TikToku sot. Ndërsa atëherë unë bëja video me këngë të Drake, këngë të Rihanës, këngë të njohura, sepse audienca ishte më e gjerë. Kurse sot e shoh që pëlqejnë më shumë këto video të funny gjasme me personazhe shqiptar që janë meme. Po, të vjen pak keq në një farë forme për këtë mënyrë se është transformuar kjo ideja për të qenë viral ose shiko, unë që kam dash me marrë nga ai aplikacion, e kam marrë. Tani edhe ta mbyll fare nuk më prish punë se kam një karrierë tjetër, jam mundu shumë këto vite që ta heq atë pseudonimin Ola TikTokut, se po më vriste veshin. Kështu që prandaj jam futur edhe në mes, jam futur edhe në modeling, jam futur në televizion, vetëm që të arri një pikë që mos të njihem më si e goca TikTokut, jo se ka diçka të keqe, se unë TikTokut e falenderoj shumë se më ka zbulu atë gjën që unë e kisha talent, se të them drejtën, unë e kam fillu në minus, nëse moshatarët e mi atëherë kanë jetu në Tiranë, nëse kanë pas mundësi që të bëjnë kurse noti, kurse baleti, kurse gjimnastike, ku diun që të gjejnë talentin e tyre, unë atje nuk është se kisha mundësin që të eksperimentoja gjeja atë gjën që më pëlqen. Kështu që me atë telefon që më dha në dorë, atë I made it work. Po, ti ke jetuar marrësi të madhe gjithë asaj kohe. Unë jetoj akoma. Akoma. Po mirë, tani në fakt dhe ke jetën pak on the run, më kupton se shikon herë Shqipëri, herë jashtë, herë Tiranë, edhe kam përshtypjen që ti nuk e kalon një pjesë madhe të vitit. E pa makinën time kur ishim poshtë. Makina ime është garderob se nuk e dihet se ku mze nata. Jo, hapi bagazhin edhe ishi domethënë. Ke kuzbore, ke rroba banjo, ke gjithë. Edhe Ola jepte makinës shumë shpejt, jepte si e çmendur. Të pëlqen kështu shpejtësia në makinë? Më pëlqen, ka pëlqyer më shumë pak më e vogël. Tani parakalime nuk bëj, kam shumë histori me policë, nuk e di pse gjithë policët më ndalojnë, nuk e marr vesh, por që gjithmonë A ta njohë ndonjëherë në policë kur kanë ndalu? Po, isha një herë në një nga rastet që më kujtohet, po shkoja nga xhirimet e emisionit në RTS që mbylleshin 1 natës, në orën 2 isha në Shkodër, do ikja vetëm për një ditë të kthehesha prapë në Tiranë për xhirime, edhe ishte një burr më të moshë edhe një çuniri, edhe ai më ndalon. Thotë ku diun as nuk e marr vesh arsyeën e ndalimit, edhe i thot ai po ti e Olën patriotën tonë thotë që ta den televizor të ndaloshti. I thash po ai tha, po kam 2 orë që po mundohem ndaloj dikë ose po më shtyhet një makinë ka kaluj. Thash, a do t'ulem pimi cigare për muhabet. E di çketi tha, ulu, e kemi nejt aty për të rrezik që me policët i kam shumë gjanë. Kaloj shumë mirë. Muhabetet mirë. Okej, domethënë kështu të paktën nuk pasa vetë job që është gjysmë të keqes. Kthe pak më parë për këtë pjesën e malësisë madhe dhe unë më ta mendoj që gjatë asaj kohës unë nuk është se kemi diferencë madhe në moshë, ti 23, 19 jam unë. Aty jemi, pse sa më do që isha. Me se janë shumë. Mendova që jemi moshatar. Jo, jam çik më i vogël. Por mendon që pas 4 vitesh do jem 27. Po, unë jam 24, 23 atëherë. Edhe ideja është që ka pasi parashikim për musically. Kur nisin në fillim, etj. Dhe aq më tepër mendoj që për një gocë që vinte në një zonë si Malësia e Madhe dhe jetonte atje, kam përshtypjen që parashikimi ka qenë më i madh. Kështu që e ke ndjer këtë? E kam ndjer nga moshatarët e mi, të them drejtën, jo nga tjerët, e kam ndjer nga mosha ime, sepse unë shkoja në shkollë kur postoja këtë video që unë nuk kam pas video ku diun që të ekspozohem, unë kam bë video funny me as make-up s'disha me bë atëherë, komplet video budalliqe. Edhe më bënin po, ti do rritesh tash, do shohësh këtë video, do pendohesh shumë, s'ka për të marrë njëri, do ngelesh kështu. Do them publikisht që nuk jam penduar se tani punoj mirë me ato, vazhdoni shkollat ju. Nuk ka për të marrë njëri, kam përshtypjen që nuk vle fare, po fare si argument. Ne beqar jemi, po inshallah, kismet akoma, se je shumë e re edhe kjo pjesë. Po prindrit kur e morën vesh pastaj ishin okay apo kishin thënë një farë frike që? Prindrit e morën vesh shumë çuditshëm, ne ishim në plazh me familjen. Vjen një gocë nga Kosova, gocë e vogël 13 vjeç. Ola, mund të bëjmë një video bashkë, thotë, u preva. Nuk e dinin fare. Jo, unë bëj video me atë gocën, kthehem në çadër mami. Atë shikimi. Ku të njeh ajo ty tha? Ça video? Ça bën ti? Edhe pastaj fillova e shpjegova, nuk e kishin qef, më bën ta mbyll një herë, unë postova ato videot e mia që po ju them mirëpafshim se nuk do e kem më. Gjithë ato komente, jo të lutem Ola ose. O zoti i madh. Unë që qaja ndom, e pastaj erdhi motra tha, "Okay, mbaje, po do t'i kontrolloj gjitha ça poston."
Po mirë ti fillove kam përshtypjen që të fitosh lekë dhe në një moshë të re për kësaj, ë? Po, kam atëherë paguheshin. Si paguheshe për video? Po. Me të vërtetë? Po, në Musical.ly po. Kurse mbrapa kur bën një update nuk e mora vesh nuk nga TikToku edhe nuk ashtu. Nuk pam lekë më me sy nga TikToku. Po, në një shkallë paralelizmi atëherë se unë nuk e di nëse ti ke flasur për pjesën e parave, po paguaje më shumë nga videot e Musical.ly apo nga bashkëpunimet? Nga videot e Musical.ly. Me të vërtetë, domethënë monetizim të tregut më shumë pas kanë hyrë hak. Shumë gjënaf. Se keni qenë një grup i lezetshëm, keni qenë Klik, keni qenë Grinesi. Po, kemi qenë ishte Joy, ka qenë Elektra, se si kujtoj të gjithë me radhë, Antoneta, Deni, po, Deni Doku, e gjitha me radhë dhe këto, po ti impjetove në fakt. Ata të tjerët nuk e di, domethënë nuk është se u zhdukën në një farë forme nga u zhdukën ndoshta disa edhe për arsye personale, jo vetëm për çështjen e suksesit, po unë mendoj që mbijetova sepse thjesht e kuptova herët se çfarë dua të bëj edhe un jam e një mendimi që më mirë bëj një punë edhe të jesh më mirë asaj pune sesa 5 punë edhe të jesh në mes. Un po bëj këtë gjë, do bëj këtë gjë edhe do shkoj deri në fund. Edhe kam vazhduar me videot, pastaj me modelingun që i kam shkuar mrapa gjithë këto vite dhe po mundohem shumë që të arrijë një pikë që njerëzit të njohin si modele. Unë do bëja këtë parantezë, se ke vetë pak më parë, po unë kisha edhe si fragment për ta diskutuar. Dhe ishte komplet mendimi im personal, jo pa ma thënë ti këtu, që unë do të pyesja që si e ke bërë këtë shkëputjen, që të harrohesh si goca e TikTokut, po të njihesh se Ola modelja, sepse kur flet me njerëzit dhe thua përmend emrin tënd, instinktivisht vjen modele, pastaj kujtohesh Musical.ly, TikToku, etj. Po nuk është se e ke më këtë titullin Ola influencer. Shuhesh më tepër modele dhe për eksperjenca në televizion, se emisioni sportiv me Valbona Selimllare dhe me Albandu Dushin, dha një bum të madh, po më tepër si modele, edhe e ke bërë këtë shkëputjen shumë lezetshëm. Sepse desha, nëse dua një gjë do e bëj, nuk është se ka rrugë. Mirë, si ishte kështu, kaq e thjesht me magji e desha dhe e bëra apo ka qenë një proces? Jo, në fakt kam pas edhe fat, mund të them, për te punës pa lodhur që kam bërë unë pas kontaktit parë që kisha për shooting, ishte një puna e parë që unë kam bërë direkt e kam filluar cover reviste. Revista psikologjia, e mbaj mend, se unë kam qenë fan si zjarrt asaj kohe, kështu që. Domethënë se ka pas dy rob që një shikoja çdo video, ka qenë ti, ka qenë Grinesi, ka qenë edhe një djalë që ajo zhduka pas bë video në YouTube e harrova. Sameti? Jo, nuk ka pasur grup me Juve, ka pasur tjetër. E harrova, më ka pasur shumë i famshëm ai çuni me syze. Ka pas bratë me që pse ta rregulloj krevatin se do bëj par pisë që vlerë ka të rregullohet. E harroj, nuk e kujtoj, ka pasion shumë lart, ai po nëse, nuk ka rëndësi. Edhe mbaj me coverin tënd parë të revista psikologjia, edhe fustani bardh me pika jeshilore, mbaj me çdo detaj. Okej. Unë jam kurioze, të bëjmë tu një pyetje si, domethënë ti që më ke ndjek, se unë jam shumë kurioze çdo person që takoj që më njeh, dua të di çfarë imazhi ke për mua, domethënë jam shumë kurioze të di se si më shohin njerëzit, se shumica e njerëzve nuk më shohin ashtu si jam. Dua të di çfarë mendimin që ti, domethënë kur përmendet Ola çfarë mendon. Po, shiko, realisht në asaj kohë kam qenë shumë i vogël, më kuptoj, unë atëherë ti që shifta Ola Safani sa lezetshëm, shumë simpatike dhe më pëlqen të shikoja videot. Okej. Nuk është se futesha dhe të bëja një analizë ze më të thellë që të kuptoja ose të vrisa mendën më tepër si isha kalama, më kuptoj. Jo, kaq mjafton fani. Po, ti 17, unë kam qenë sa i bie 13 vjeç atëherë. Kurse tani për shembull, që kaloj pak realisht unë ta thash, pjesa që shuaj më tepër te ti është që ke bërë një shkëputje shumë të lezetshme. Pra nuk ngele aty që ta kërkosh me dhëm, po pjesën e TikTokut e tjerë se tregu evoloi, po i gjetë rrugën tënde në diçka që është më e madhe dhe kjo më pëlqen dhe e shuaj më tepër. Pastaj normal kam edhe unë sa gjëra të vola, kështu që m'pëlqej që ti je shumë hermetike me jetën tënde personale dhe pse nuk tregon asgjë, se kam përshtypjen që do të jepte një bum më të madh mediatik. Unë e di që klikimet vijnë nga dramat. Klikimet vijnë nga dramat, edhe unë nëse tani kam të njëjtin numër ndjekës, nuk është se po shkojnë nga haja të bëjnë, nuk është se unë po rritem, sepse nuk dua të përdor jetën time private që nëse do e kisha përdor. Telenovel turke, Turke, nuk e di domethënë. Më keq, pse kaq drama? Portugezet me ku diun. Nuk të intereson kjo pjesa klikimeve, domethënë, nuk e. Jo, nuk më intereson. Tani mirë se sipas klikimeve ti edhe paguhesh, po unë kam pas gjithmonë këtë idenë që nëse dikush do të bashkëpunojë me mua, duhet të bashkëpunoj sepse unë të bëj punë, jo sepse unë do vonoj 3 orë të bëj një shooting, që jam amator, ku diun, po mjafton që unë kam qenë lidhur me ku diun me dikë edhe ti më merr mua në shooting. Unë dua që njerëzit që punojnë me mua sepse unë jam e aftë, jo sepse unë kam histori, o kam përpaskena, o kam drama, o ku diun. Pse ekziston pyetje kjo që je lidhur me dikë dhe i bie ca rrugëve shkurt. Ndodh gjërësisht, se nuk e dim, po të pyes se ti je e fushës. Ndodh. Fuqishëm, ë? Po, ke ndonjë kështu content creator ose influencer tani që nuk është i brezit tënd, le themi, që të pëlqen dhe ndjek? Shqiptar? Që nuk është i brezit tim. Që ka dalë të kohët e fundit ose pra që nuk e ka nisë me musicalin. Po. Është dikush që ka hyrë me TikTokun. Më ka pëlqyer Zarta, goca që bën veshje. Po.
Pastaj tjetër është një çun që tani e parë që kishte hyrë në Big Brother Kosova që bën video gatimi dhe im duke interesant. Këto janë, nuk është se... Po, domethënë edhe prapë duke edhe shko thot shumë edhe kjo për zgjedhja, kështu që më pëlqen, ke një vibe shumë interesant si njeri këtu. Ti more pjesë në një fazë të caktuar të jetës edhe të misi. Edhe mbaj mend që ishte, domethënë ku diun, kur e bëri çik më të famshëm si spektakël, se misi në Shqipëri s'është se ka pas ndonjë. Më duket sikur misin tërësi dhe nëpër botë nuk është të shuhet më, a kupton, nuk është si intereson kujt, po s'është se nuk mbaj mend ndonjëherë që ku ta diun ti ishte misin ndonjë eveniment, siç më ketë qenë vite të hyj, dhe kur futet ti kishte shumë interes. Kishte, unë mbaj mend atëherë views and story të mia ishin 50.000, 60.000, 40.000 çdo ditë që unë postoja nga misi. Tani unë nuk dua ta them se misi është gjan vetë një produksion shumë i madh, njerëz që lodhen që punojnë, po unë nga që kisha një fan base pas vete, gjithë ata ndjekësit e mi e ndoqën edhe Miss Universin. Ka qenë një vendim i marrë sot për nesër, literalisht sot për nesër, ishte mbaj mend e martë, unë të scroll kot, më del një sponsor që po kërkojmë kështu për pjesëmarrëse për Missin, unë bëj aplikacionin, marrin telefon, hajde nesër për xhirime. As këtu nuk e thash shtëpis time nuk e di si s'ka njerë jashtë. Unë të marr gjitha vendimet kështu vet. Po thjesht u nisa, bona xhirimet pas një lloj përgatitje, u futa, pa e di se çfarë është Missi. Edhe njerëzit që më takonin, që ishin të fushës time, Hank, e ke rregullut e misi, e fut e misi gjasme e fut edhe... Do fitosh? Po, unë i shikoja kështu, çfarë po thonë, unë jam fut, po nuk e dia do fitoj, se unë nuk e dia si funksionon. Është garë në fund ditës. Kemi një thashë them, që një rumor që kemi dëgjuar, dhe nuk e di nëse ti mund na e konfirmosh, që personazhi që fitoi, që e para punës nuk e din nëse tingëlloi shumë i keq nëse e them këtë, po nuk e meritonte fare. As para teje, as para asaj të tretës, domethënë në vendi i dytë që ishte ti dhe vendi i tretë ishte shumë herë më simpatike për gustot e mia personale, se jam njëri, po nejse, nuk ishte vetëm opinionim se u bë gjyqim publik atëherë, po personi që fitoi nuk ka pasur as në sfilata, as në asnjë lloj gjëje, dhe thjesht ishte mbesa e dikujt me shumë emër dhe një ditë të bukur erdhi, bëri sfilatën edhe fitoi. Unë në xhirim e kam qenë në prova. Tani unë s'po flas diçka që s'e kam pa, nuk ka qenë. Nuk e kemi ditë kush është deri 3-4 ditë ndoshta pas finales, po që nuk e di tani, unë të flas për këtë temën, i bie të them shumë gjëra që gjan njerëzit i dinë. Mua më intereson shumë që njerëzit e dinë, e kanë pas si funksionon, se nga viti në vit kjo gjëja po vërtetohet se si funksionon. Nuk po them që ndoshta nuk e kam merituar, se kam qenë 18 vjeç, nuk e dija ndoshta ta përfaqësoja vendin tim denjësisht siç e meriton përfaqësohet një skenë si Miss Universi. Po që nuk dua të them që kam dashur me fituar. Se Missi as nuk më ngriti, as nuk më uli, unë vazhdova rrugën time, do e vazhdoj prapë rrugën time si me ato si pa ato, po që mirë do ishte të kishte meritokraci. Që nuk ishte në atë. Bukuria shqiptare, mesdheu, gocat mezetare, Ballkani, kanë gocat gjata, 2 metër, me flok bukura, me sytë bukura, dhe më thonë, pse mos të çojmë atje dikë që din të ecin në pasarel, mbi të gjitha. Që din të ecin në rrugë, në kryesoria. Po që mirë do ishte të çonim dikë që na përfaqëson. Jo, nuk po flas për veten, nuk ka rëndësi. Ti et kushdo. Jo, shumë e vërtetë, është skandaloze kjo që bëhet. Do të thonë ndodh kudo, po përgjithsisht edhe te Missi. Dhe në shumë vite me radhë, nuk është se ka qenë ajo, po atë e mbaj mend, po kuptoj më tepër për teje, që shumë e shëmtuar, se diçka që përfaqëson gjithë vendin, nuk është thjesht një garë hajt Miss Durrësi ose Miss Lagja. Do të thonë nuk mund të jetë ajo të ndodhi kjo lloj skeme e shëmtuar, po çfarë ti bëjmë, jetojmë në një vend. Ti nëse e sheh edhe në fusha të tjera ndodh e njëjta gjë, edhe në televizion. Unë them për veten time kur kam marrë ofertën te radio televizionet shqiptare, ndoshta ka shumë njerëz që kanë goca që kanë mbaruar gazetari, që janë më të afta, më oratore, din të flasin më mirë, kanë më shumë njohuri për futbollin, e ata më zgjodhen mua sepse kam këtë platformën. Edhe unë kam marrë gjëra që nuk i kam merituar, po nuk i kam kërkuar, nuk kam paguar që të futem aty. Jo, ide ti nuk mund të thosh që i ke marrë pa merituar. Sepse i ke mbuluar mirë të paktën. Po, ja kam dalë mirë, po mund të ketë pas njerëz që do e kishin bërë edhe më mirë. Më mirë. Po nuk kam kërkuar diçka me zor. Çam është dhënë, okay, kam punu, po jo që të këmbgul që shikoj se unë dua të bëhem. Kur ka ardhur oferta, okay. Tani kur ofertat vjen dorë, tash të gjithë në Teresa nuk jemi se refuzojmë se ka dikush më të mirë se unë. Nuk ekziston lidhje. Plus që jo, nuk ta them me ta bëj çef, po punët që ke bërë realisht i ke mbuluar mirë. A ka gjithmonë vend për përmirësim, ores diskutohet, po në fund të ditës nuk është se un kam parë një program ose një sfilat ose një shooting nga Ota dhe kam thonë, aman kjo se na e shpifi. Më kupton, pra është dhe kjo far vibe që ti e ke, edhe punon mirë dhe të gjitha me radhë. Edhe unë po ta bëj një zemër.
Do flas pak edhe për pjesën tënde të modelingut. Pak a shumë e cekëm, po dua më tepër që podcastin tonë ndjek më shumë ti audienca 18 deri 25 vjeç. Edhe kam përshtypjen që ka shumë goca, po edhe çuna, që mund të duan të ecin në ritmet e tua në modeling. Se ti ke kaluar edhe për ti kufive shqiptar. Ke jetuar në Itali për një vit me sa diun, ke pas bashkëpunime në Angli, në mos gaboj etj, edhe me disa marka shumë të mira. Edhe nuk e di, ndoshta një truk, e di që truqet hilet e zanatit nuk tregohen, po si funksionoi për ty, si ndodhi? Kjo arrihet me punë, me përpjekje. Shiko, unë shumë shpejt besoj në një të ardhme të afërt do mundohem të krijoj një agjenci timen. Sepse ka shumë goca në Shqipëri që janë shumë të bukura, siç e thash, të gjata, që përfaqësojnë bukurinë shqiptare, që janë yje, e duan punën, kanë uri, janë të rritura që të marrin punë, që të punojnë mirë. Por që modelingun në Shqipëri unë nuk e kam pas me qef, prandaj edhe e provova jashtë. Kam provu në Milano një vit e gjysmë gati dhe kam provu vetë pa agjenci, kam shku atje, kam shku der me map të pa agjencit ku janë, derisa e fundit më pranoj, kam ardhur pastaj në Shqipëri, jam kthy të premten, në momentin që jam kthy, ata më kanë shkruar që të hënën duhet jem në set në Milano. So, nuk e dija që unë do punoj direkt. Edhe pastaj të hënën kam marrë direkt avionin. 4 mëngjesit kam qenë në Inas, në 6 jemi nis, në 8:30 atje, në 9 kam qenë shooting. Me një çantë shpinë, nuk dija gjë më botë ku jam, se nuk është se isha ndaj person që kisha pa dhe shumë botë me sy direkt Milano në set, nuk ju thash as që po vin nga Shqipëria, se kisha frikë se nuk do marrin më. Kemi mbaruar setin në 6 të darkës, unë kam dalë ishte errësirë se nëntor atëherë, nuk dija gjë më botë ku jam. Vetëm kam gjetë një hotel, kam nejtë një javë atje, derisa jam rregulluar me Model Apartments me agjencinë. Dhe thjesht ka qenë ego e smur e imja, sepse unë doja të dija nëse unë bëj për modele apo nuk bëj. Apo njerëzit marrin se kam 2-3 ndjekës. Kështu që ajo ishte më shumë sfidë me veten time, që ta di nëse unë mund ta bëj këtë gjë apo s'mund ta bëj, dhe e vërtetova që mund ta bëj, tani që e di se si të punoj me veten time, çat pranoj, çat mos pranoj. Edhe pas sa refuzimesh erdhi kjo telefonata? 4-5. Shiko se bravo, është edhe kuraje kjo se. Po. Refuzime live, se refuzime me email duke dërguar foto se unë dërgoja fotot që kisha bën në Shqipëri. Fotot në Shqipëri janë shumë të edituara, shumë FaceApp, shumë që unë nuk e di atëherë që fotot nuk duhet të jenë aq edituara, por ashtu i bënin fotografët në Shqipëri. Ata nuk e pranojnë fare atë lloj fotoje që dërgoja unë, kështu që kam pas shumë refuzime. Por që gjithmonë një herë ma ka thënë dikush që nuk e kanë me ty personale. Ndoshta ata në agjenci kanë një gocë që ngjan si ty dhe nuk ju duhet një e dytë. Derisa dëgjosh vendin tënd mos u dorëzo. Dhe këtë kam bërë, për çdo jo që kam marrë, nuk kam thënë që po jam shumë e dobët, apo jam shumë e shëndosh, apo kam akne, apo kam flokët, apo ku diu, gjithmonë e kam marrë që okay, jo këtu diku tjetër, dhe vazhdimësia. Po ç'është iluzioni më i madh që mund të kenë njerëzit për botën e modelingut, që është i pavërtetë, diçka që mund të jetë për mirë ose për keq. Që bëjnë shumë lek atë jetën e Instagramit. Nuk e bëjnë, vetëm. Po jo. Këto Victoria's Secret. Po jo. Po të lutem. Se po shoh më vjen shumë keq për gocat që janë 14-15 edhe shohin modelet në Instagram që postojnë çanta o makina o ku diun çado pushime shumë të shtrenjta. Po. 5.000 euro, 10.000 euro në muaj dhe thua çfarë po bëj me jetën. Me modeling nuk i arrin. Unë shikoj edhe 5.000 euro në muaj i bëj edhe sot. Pa. Ama unë nuk, ndoshta janë goca që vinë ka një background shumë, ku diun, vinë nga një familje e pasur. Gocat e nuk e di se kujt, po për ne gocat e thjeshta, unë që vinë nga një familje mesatare, ato 5.000 euro që fitojnë muaj, unë nuk e kam luksin që të blej një çantë. Unë ta blej se do ishte budallëk ekonomik, po që nuk e di, lek shumë nuk bëhen. Nuk bëhen milionat me modeling, paktën në vitet e para. Pastaj ndoshta nëse ti arrin të kesh një kontratë të fortë që ti jesh imazhi një brandi që ti paguash 50.000 ose ku diun. Në muaj? Po. 50.000. Wow. Nëse arrin të bësh imazhi një brandi tuaj, sepse ai imazhi do përdoret për një vit, kështu që pagesa është tipi e diku s'kam qenë mirë me historinë, po. Me historinë. Po që bie kështu pagesë punore që e kap. Nëse bëhen lek, po që jo me këtë fustanet me xixa, fustanet me flutura me. Jo, fustanet e nuseve kur del nga Big Brotheri. Etjë fatkeqësisht nuk bëhet me ata lulja. I ke qef këngët popullore? Shumë. Kë ke artist preferuar? Artist unë gjoj ato këngët Shaliane, ku diun çfarë ato, Nik Çarku me shok, Gjovalin Shandi me shok, jam shumë Fatmir Beçanin besoj që e ke shumë qef të diskutohet. E preferuar është Gjyste Vulaj. Gjyste Vulaj, se ka një këngë ajo. 100%. Etj. E lezetshme, pra e këto janë kështu
Mbahen më. They don't make songs like this anymore. Po pra nuk i bën. Ose thjesht neve nuk kemi nerva ti dëgjojmë, se është një tregu çik i çuditshëm. Po kjo jetesa një vit e ca larg shtëpisë, që më çfarë kuptoj ti ke qenë shumë e lidhur. Po, shumë. Edhe është diçka që brezi jon dita ditës çdo kush më shumë e përjeton. Si është në të vërtetë? Domethënë është sfida apo ti kishe një qëllim të qartë edhe thjesht nuk të interesonte të shikoje mbrapa? Po të kisha pas kohë, të isha ndalë një ditë, të kisha menduar se çfarë po bëj, nuk do e kisha bë. Po nga që ishte jeta aq intensive, isha gjithmonë casting, isha gjithmonë punë, isha gjithmonë me njerëz. Unë kam jetuar në shtëpi me 2 modele tjera, një ishte marokane, tjetra ishte serbe. Dhe ne nuk e takonim. Herë ngrusht. Po imagjino tani ç'a fati, ç'a shorti, nëse do ta. O zoti madh, ç'a shorti. Nuk ka problem, jemi freestyle. E kuptonim se ku e kishe. Po që çfarë përzgjedhje donte të thoshte. Po, edhe ne nuk e takonim kur njëra tjetrën, se dilja unë, kthehej ajo. Ishte jeta shumë e shpejtë. Kam pas një periudhë shumë të vështirë, se prindrit i kam në mosh, janë fëmija i vogël, ata janë gjysha, janë mosh. Ti e kalamani pleqërisë. Unë jam me qefit. E qefit. Dhe e mbaja shumë mendjen këtej. Sa janë mirë, nga që 2 vllajën e motrën i kisha jashtë, duhet ishte dikush në shtëpi që të kujdesej, se këta prindrit shqiptar nuk e di se çka kanë me doktorat, se çka kanë me të kujdesen për veten, kanë një qef që nuk e di, se marr vesh, ata të mit një herë. Me shku? Jo, nuk ikin. E pra thashtë na habite. Jo, nuk ikin. Po pra, se na habite dhe nuk bëhet llaf. Jo, çka ke, jo më larg se para 2 javësh, më dhem këmba tha mami. Po, shumë hajde ikim te doktori. Jo se kam pas ca lule unë baçe. E kam lidh me ato, edhe ajo ta heqta. Mirë. Ose jo prit, mami më ka këtë teori, do dhembi 3 ditë. Po dhimbit 4-tën, do pres edhe një javë, pastaj do ikit te doktori. Domethënë, da jepet shtrëngim zemra për 3 ditë, 4-tën, ke marrë punë. Shkoni te doktori njerëz, hajde, muhabet tjetër këto. Ti vërtet e do kaq shumë të pjesën e modelingut apo ke pas momente një jetë që ka thënë, për shembull mes një shooting, edhe ka thënë që çfarë drejshim po bëj. Ke pas shulloj momentesh apo s'ka shanse të ndodhin? Kam pas se çdo punë, edhe puna e ëndrave vjen një pikë që të bëhet monotoni. Bëhet gjë e përditshme. Domethënë unë shkoj te Moncler dhe isha, zoti ma kush çohen 6 ditë te Moncler. Se ishte bë gjë. Po ikën fak babru edhe. Po pra, po tani për këtë gjë është prap temë tjetër, se kam pa edhe personazhe të tjera të rrjeteve sociale o TikTokut o modelingut o ku diun, çan këto që dalin në intervista ose edhe në ato askët që bëjnë në Instagram, TikTok, çan këto dhe thonë që është shumë e vështirë, jo po shiko se unë qohesha, ikja atje, jo po një video im jam merr kaq kohë. Edhe unë mund ta them edhe unë se çdo kush ka momentet e veta të vështira, ama unë kam shumë respekt për moshatarët e mi që punojnë punë tetërorëshe, që marrin një rrogë, edhe më duket vetë njeriu më negativ të dalë unë të ankohem që ndoshta atë rrogën unë e marr për një ditë, dhe janë që shkojnë në shkollë, shkojnë punë, do ndihmojnë edhe familjen. Ata janë heronjt e vërtet. Kështu që unë këtu mund të ankohem sa dua për budalliqe, por që kanë njerëz që bëjnë sakrifica që t'ja dalin jetës Tiranës, t'ja dalin jetës Shqipërisë. Edhe nuk kam gojë të. Nuk e gojë të ankohesh, kështu që ke nice. Po mirë, ndonjë prapas ken fani. Na gjë që ka ndodhur, na thuj diçka që ku diun, ndonjë lapsus ose ku ta diun diçka që të ka ndodhur. Lapsus më ka ndodhur në televizion. Ha. Sa unë kur flas Delë. Se kështu pa folja mirë, por që ishte kampionati evropian atëherë dhe kisha skaletun që Rusia këtë vit nuk merr pjesë në kampionatin evropian për shkak të luftës. Dhe unë nëse isha live, një nuk e di se e kam mbajt. Edhe them unë që Rusia këtë vit nuk shkon në kampionatin evropian dhe një moment në kokën time kujtova që Rusia është Azi, harrova që është Azi Europë. Dhe mendova, o zot ç'a thash? Thash Rusia është te kontinentit aziatik, thash te Azis ç'a. Në transmetim live ndërkohë, më kupton ndërkohë që po flisje. Rusia, thash okej, Rusia normal që nuk merr pjesë në kampionatin evropian edhe më kapi e qeshura. Qeshura. Po mirë, pas e mbulu mirë të paktën. Si ishte ajo eksperjenca, pak se ke punuar dhe me dy më shumë të mëdhenj? Po. Me Alban Tudushën dhe me Valbona Selimllari. Edhe Arditorshin, po. Ishte shumë eksperiencë e bukur, unë u kënaqa kur ma dhanë si ofertë, ishte edhe ofertë shumë formale se kam pas oferta nga televizionet tjera që bëjnë muhabet kafe, që shiko, ola, do vish ti që të fillosh të hënën punë si prezantuese dhe ta flasim ne, domethënë, RTS-ja ishte shumë korrekt. Nuk kam pas aty probleme korrektësie, kanë qenë njerëz profesionistë. As me pagat? As me pagat nuk ka pas problem? E ke marrë drogën e europianit? E mora.
Interesante. Po që e kam kalu shumë mirë, do kisha dash prapë kisha punu në televizion, po dua gjej diçka që unë jam rehat. Edhe ndoshta do pres edhe ca vite se po. Tani ne kemi një rubrikë, se jo më ko ta bëra këtë parantezën për Valbonën dhe për Albanin, po më specifikisht për Valbonën. Nuk e di e kam numrin e Valbonës, mos më... Mirë, Albanit ja ke? Kam të Arditit, po. Të kujt të Arditit? Arditi Roshi po, që jo, ka qenë edhe ai. Arditi kam përshtypjen që mund ta kapis është diçka. Kush është një person i famshëm që ke në telefon? Dikush tjetër, tash mos po si e vështirë. Se ti ndoshta mund të përgjigjesh pyetjes time dhe nuk e nevojë fare që ta bësh. Se ideja është unë do i bëj Olës një pyetje. Që mund të jetë një pyetje çfarë do, mund të jetë ku ta di unë biologji, mund të jetë për politik, mund të jetë çdo lloj pyetje. Nëse Ola i përgjigjet pyetjes, është e shpëtuar. Nëse Ola nuk i përgjigjet, duhet bëj një telefonat, një reng, një prank që e japun direktiva se çfarë duhet bëj. Kështu që kush është një personazh që mund të jetë çikallat për ta bërë me që Valbonën nuk ka pasur numrin. Kam numrin e Arbenitës, Dafinës, ku diun. Dafina Zeqirit. Ti e kam numrin e Dafinës. Një jam shumë keq, se nuk Shikoja ke numrin e Dafinës Zeqirit. Ua vetëm emrin u emocionova, vetëm nuk e dëgjoj emrin. Dafina Zeqirit. E ke po. Shife. Nëse Dafina që di po është tani me koncertin e me tjerë po. Këto emrat këtu frigoriferi, lavatricia, janë kështu. Shiko, të dyja na hyn shumë të punë, dhe Arbenita dhe Dafina. Aman, pa e zotin. Hameti se do jetë një gur themel më i rëndësishëm për shoqërinë tuaj. Do jetë shumë herë më interesante. Po zortë mia, vaj. Ola, kjo është sfidë që ti. Po shoh emrat këtu, gjej. Po më kërkoje Dafina aty, ti nuk të del. Gjej një personazh një orë që unë i kem numrin unë. Arbenitën, ja ke Arbenitës. Kam qenë zonë burr. Okej. Pse e zon me Arbenitën? Po mos përputhje karakteresh. Po pse nuk ju përputhen karakteret ju, çfarë nuk shkonte? Po për punë në fakt, sepse ne kishim një kontratë që unë të shkoja në Angli, pastaj më doli një emër i njohur, po nuk mund ta telefonoj se është shumë. Ola tashim më. Ua, shiko qa emrit kam Golfi në rrugë, se pse e ka marrë numrin Golfit në rrugë. Mos është na i kështu na i pseudonim për dikë të famshëm që ne nuk e dimë. Do të qenë shitje, unë kam dashur të blej një Golf edhe do kem shkuar. Edhe etj. Po tash i bjeri Dafinës. Vetëm ta marr në Instagram. Po nuk e di ku ta kesh ti me kollaj. Ose Arben, po dhe një person që mund të përgjigje se Dafina në fakt kanë përshtypjen që është duke marrë me koncertin tani edhe. Po Dafina vetëm shkruajti para 2 ditësh për biletat, po. Kështu që mund ta marrësh një herë Dafinën. Ose ça njerëz e shka. Ndaj që do marrësh, do të bëj pyetje. Po ta ndroj këtë telefon, pse më bën më fut këtu te lista. Ska gjë, merr kohën tënde, sa me regjistrimi jemi ne, e presim kohën që ti kërkon edhe Google-on edhe ha mendson se do marrësh telefon. Sa marr Arditin. Ardit Roshin. Po jemi Arditi do e kapit situatën. E kap? E kap Arditi situatën. Ose maksimumi do thotë nuk më plas, kështu që. Po çfarë do i them? Ti e para do përgjigjesh pyetje, se dyta do t'i thuash që dola një intervistë për ty, edhe më pyetën për ty edhe i thash shkoll për klikime që je shumë e keqe live edhe nuk trajton mirë. 2 tonit, po sigurt marr 2 tonin. Merr 2 tonin. Bjerë një herë telefon kur kanë bërë kongën me ty thuj. Tash i sjell shumë keq me mua dhe me stafin. Si kam shkruajtur emrin këtij. Mor zoti ma. Si ka ky harton. Hajde pra Oli zgjidhe një. Po, një kam fshi, mo... Po bjeri Dafinës Instagram, pra, o pa puna. Prit. Ai gjete, moj. Desha të pysi kjo. Jo, që ka Arbenita, kjo. Po mirë, bjeri Arbenitës dhe thuj do të pajtohemi. Jo, nuk ndodh. Raman, nuk ndodh. Pra, ku t'i bjerë si përfundim telefon? Se dhe më thë një rek do e bëjmë. Kë tham ne? Dafinën, bjerë Dafinës Instagram. Do provoj Dafinën Instagram. Dafinën, po na e hapi. Shofim. Edhe thuj që i thashu që ke një energji kështu si të keqe. Po e thash për klikime, thuj, nuk e thash me vërtet. Mbaj një 2 sekonda, pastaj tregoja. Okej, mirë. Po do i përgjigjem pyetjes, ndoshta i përgjigjem. Ndoshta i përgjigjet pyetjesh patjetër, pa diskutim, se ja harrova unë përshive nga mos. Po s'ke për të përgjigjet mbaj men, çfarë viti vdiq Kleopatra? Futja, sipas menjes. Sa fasule kanë ti? Ta themun apo ke një ide? Futja një vit kot. 1000. Po. Po ishte para herës sot. Ke edhe një alternativë, po ta lëm edhe një. Ç'a alternative më? Pra një Kleopatrën po pra, ndropit. Dorëzove. Okej, Kleopatra ka vdekur në vitin 30 para erës tonë. 1000 afër ishe, po jo shumë afër.
Që tani bjeri Dafinës. Po s'ka për të hapë, inshallah se hapu. No answer to the report problem. S'bën. Shef? Nuk ja ke numrin e telefonit. Po do ta marrësh dikos, është protokoll tani, nuk bën për ne bëjmë çdo të ftuar këtë. Nuk mund ta, domethënë kush mund të jetë dikush tjetër. Ore do të marrësh një person ku ta diun nga familja, të bësh rreng dikujt tjetër nga shtëpia, si u ka ndodhur diçka. Ose ku ta diun vllai ose motra, I don't know, ti shpikësh një rren. Sikur dikush të ndaloj edhe të futej ku ta diun, të goditi me diçka se ti kishte parë TikTok dhe të kishte inat edhe ti je e mërzitur edhe. Ja, po merr motra ndërkohë. Fix fare, kështu që. Po jo më jo. Ai dola tash. Po s'kam, nuk njoh njerëz famshëm. Po ja, pra, po ti ke s'njeh fare, ke bë bashkëpunime me gjithë ato. Si s'njeh asnjë njeri. Po ç'na futi, bela kot. Ke dhe Arbenitën pastaj, siç e tham në fillim. Po Jo. Albonës ose Albanit se ke asnjëri numrin? Jo. Vetëm të marr Instagram edhe këta. Ne provoj një herë Valbonën në Instagram edhe posta hapet edhe Valbona e lëm fare. Si tentativ këtë. Kemi pas 10 herë kemi bë këtë rubrik doli vetëm njëra na prishi planet. Valbona. Selim Llari. Ta marr Instagram thu. Do thotë çfarë do ke budalli tash. Ola hami. Zemra si e. Po avon që se kam follow Valbona çfarë turpi. Nuk e ke follow. Kishte follow si kisha back sa tra. A keni shku mirë kështu? Nuk e ka kështu që. Mund ta marrësh në telefon. Jo. Shumë mirë kam shumë Valbona ka qenë shumë suportuese. Po pra po çdo sipas e pas numrin e telefonit na e çove planin kështu kod fare për tokë tash na e prishe. Ore se un 2 tonin. Kemi edhe këta në backstage ndërkohë që thonë merr noisin, merr 2 tonin, merr gjithë me radhë. Ola duhet ta marrësh një. Është protokoll, është lojë, mos nuk duhet ta prishim. Po do thon pastaj gjasme po na merr kjo për. Po ore ti do ja shpjegosh, do e thush rregull, do prisësh përgjigjen, pastaj ua tregon të vërtetën, se na u ngjirë edhe zëri. Nuk është nevojë që ti ta vazhdosh. Si kam mundësi që e kam fshi numrin e 2 tonit u mama. Prit më një sekondë, nuk kam mundësi. Okej, mirë, ne e presim pak sa të gjej Ola numrin e 2 tonit. 2 ton. E gjeta. E gjeti, e shqyr, e gjeti. Ta shoh tash në WhatsApp prit. Bjeri më ofertë. E gjeta. Thuj, thash, sillesh shumë keq me ne te kënga e. Pas ka ndru numër, pse S'na ndelin respektoje vajt fare. tu WhatsApp. Po bjerë një herë me lekmi, ndoshta s'ka WhatsApp me atë numër, me ofertë. Ta marr me numër? Po bjerë me numër. Po do e ke ndru më? Ja, 2 ton. Afroje te mikrofoni, se nuk i dihet. Tani, nuk ka shansin e vjetë. I lutemi, provoni më vonë. The number is not available at the moment. Nuk është available, shkurtimisht pra njerëz, ne që kishim gjithë to puntata që bënim këtë rubrikën, edhe dilte super e suksesshme, edhe dilte me shumë qejf, ja biles më gjerë edhe zëri Se maj men, Doli Ola na e prishi fare, na e shkatroi rubrikën. Haj, ketmi nda një opsion funit apo ta lëm fare, ik tani, na. Oriolën. Oriola Marashi? Po mirë, provoj edhe Oriolën. Ta marrë nga Instagram. Pra, dhe kjo do thotë që është kjo budallë tash. E Oriola ka dalë edhe te X Factor tani, mund të ta hape, nuk jetë available. Mund t'i thuash që më pyetën për ty. Kjo se kamera në telefon. Pse s'po mirë njerëz me telefon? Në Instagram, po ta kem bllokuar ose fare sa telefonata ju shkojnë. Edhe juve që e keni follow. Alba Vuka. No, provoj një herë me Albën. Marr Albën tu? Provoj një herë me Albën. Që fola kish për ty, thash të pëlqej Big Brother, që je arrogante live. Po e thash për klikime, thuj jo zemra. Nuk e kisha më vërtet. Zamër. Alo. Ama ju ku je? Mirë, shpirqa, i tash të hi, si me posa radarti, i tash të hi Shkodër. Do shkena më pa, bro. Shife. A i Shkodër edhe ti? Nini, se unë të mora për muhabet tjetër tash. Më thuj. Isha në një podcast i tash. Po. E më pyeten kështu me foto për Diamra. Okej. Po këta më thonë fol keq për Albën, ku dionin i thash që je pak me në mallë kështu. Kur dalin kjo mos më mërzit me mua. Okej. Mos ma merr kështu se ti e din se të kam gjan. Çfarë ishte podcasti? Një podcast këtu më bën. Ku? Te kjo Zero Cap. Po në rregull, nuk ka problem për mu, po se thojnë ata me bë gjona
ti ki gojën tënde. Edhe kur e njeh një person, edhe ki raport me një person nuk thuhet ashtu, a din se ti më njeh shumë mirë. Më duket pak fake, se më thon kush mund me më shoh ty. Unë kur njëtë se kisha bas, me në madhe asë si gjok kur si je, kur s'me naj ashtu për ty. Pa Se nga na hi me dalim, kam plun shpit, kam thonë qatë kish nevojë une, më ke edhe më rapa me dalë me thonë me në madhe, mu s'më plasa, kuptan, se mu s'më interesant se kush dalë me mjof mjek. Po veç të regon për ty pak, edhe më bezdis pak që gjohë për ty. Oh, moj, se jam puta! Alba, jemi live! Oh, përshëndetje! Përshëndetje, Alba! Ishte shumë kënaqësi të të kishim në këtë. Jemi mirë. Seriozisht e besova që unë mund të flas keq për ty. Ty njoftën e ty me ardhi shok. Për pra, kjo tash. Kjo San Terezi. E para punës e nëse kërkonim kur rolës fliste keq për ty, kjo është pak për e sigurt. Po kjo është thjesht një rubrikë që ne e bëjmë, edhe na u bë shumë qefi. Jo, podcast dhe ti keni shumë me spec gjonat në fakt. Jo, ne bëjmë për jashtim. Nuk e di si do të jetë tamam, po. Të kapi lapsi kot më për zotën. Shiko, javës tjetër, po të na vishti si e ftuar do ta shohësh që ne bëjmë për jashtim, e kupton? Nuk jemi si të tjerët, kështu që mos na futën një pellë të gjithëve. Të kam zemër, nuk flas keq për ty, më po çao. U të josh mirë. Je më e mirë. Ciao. Të përshëndesim. Po mirë, e kaloj sprovën me shumë sukses Alba. Direkt, Alba ishte gati që po të kishte përballë, të kishte futur një dy shpulla. Kena dalë sa unë ty ta të konsideroj nuk ka Po, unë se kisha thënë kur për ty interesant. Po mirë, ti pse na sorollate kaq kur pas ke pas Albën? Po s'po më shkot e menja se unë mund të kem edhe shumë tjerë se kalova në dialekte, shef, mund të kem edhe shumë tjerë në listë që mund të jenë personazhe të njohur, apo nuk më kujtohen, nga që unë rri me ta për ditë nuk i shoh kështu si... I shef si shok edhe si shoqe. Ne pra kjo jeta interesante. Nejse. Ue, sa keq më vjen të që e shkretë. Shiko se a tregu me, kuptoj dhe ishte shef. Po më bë qefi që e mori kështu seriozisht që. Po, dhe unë u habita që Alba kur i theti Zero ke podcast, Alba nuk tha që kush janë këta, kuptoj. Domethënë kështu që është një indicje mirë. Edhe fakti që Ola erdhi këtu sot tregon që Ola është shumë e zgjuar, sikurse unë thash në fillim, që etj. Ola, unë në fund gjithmonë kam një pyetje që ja bëj të ftuarve, nëse ka diçka që ke qef ta flasësh, diçka që ti do ta mund të jetë diçka komplet jashtë temës, lidhur me jetën tënde çfarë ta dush. Ke ti diçka që do ta thuash në këtë hapësirë minutazhi që na ka ngelur? Them që Shiko, nuk është nevojë të kesh, po nëse se nga që i folëm shumë të gjitha pra. Edhe jo, vërtet nuk na shumë me ty sot. Edhe kjo rubrika ishte shumë interesante, se na ngri 10 minuta vetëm me gjet numrin dhe pastaj goditëm shenjë, kështu që ja ngelëm edhe në ascensor. Po, ja vleti pritja para se do postojmë video të rrezik dhe para se të vinim hera parë në të gjithë sezonin që neve ngjesim në ascensor për herë parë ngjesëm me Olën një 10 minuta. Kështu që nuk të lash kot për këtë puntat, sepse kjo do jetë puntata e fundit për dhjetorin dhe për këtë sezon të këtij viti. Ne me shumë qef, e pash mesazhin tash. Okej, më pëlqen shumë kur merrni iniciativa që sillni diçka ndryshe, diçka të re, vazhdoni kështu sa më pastër, pa drama, pa kështu. Sillni diçka me kualitet, personazhe me emër. Jo, do të pyesja për këtë se ti ke pas bërë një video për një podcast, për një video që thuaj që këto podcastet janë bërë gjithsesi sesion terapie, na e shpifën një gjë. Po se nëse e pe edhe tani unë nuk është se fillova ankesat, se të thash që unë vetë zotit ankohem se ka njerëz që nuk e di. Është ajo që s'kan bukë tan, por ka vërtet njerëz që s'kan bukë tan edhe që po sforcohen për ditë dhe nuk dalin njerëz që janë milionerë nëpër podcaste dhe shiko se unë jam në hall ku di unë. Shiko, jeta është shumë e shkurtër, duhet të vlerësosh çdo moment. Ka njerëz që i ndrojnë gjërat që ti ke. Unë e di që atje jashtë janë shumë goca që kanë qejf që të vazhdojnë modelingun, të kenë ndoshta një familje që të shëndetshme, të kenë një jetë të mirë, edhe për një arsye ose tjetër nuk e kanë. Kështu që unë jam shumë falendëruese për gjërat që kam. Dhe mendoj që njerëzit nëpër këto podcaste duhet dalin të flasin pak më pozitivisht, që ti motivojnë njerëzit, jo ti fusin më shumë në atë depresionin, atë ankthin që ku diun na ka pushtuar gjithëve kohët e fundit. Kështu që ti je sa më shumë pozitiv. Është bërë pak si trend. Nëse u bëstu që Ola thoshte që po, unë këtë e them për shumë podcaste, po ju jeni të veçantë, ju jeni më të mirët edhe prandaj erdha vetëm te ju, po s'ka gjë se unë imagjinoj sikur e tha, kështu që po tani në mes rreshtash. Po, ne po ju urojmë juve gëzuar vitin e ri se nuk kjo do jetë puntata fundit për këtë dhjetor, siç u thash. Edhe shifemi vitin e ardhshëm, pra se do ju them kot mirupafshim, se do shifemi prapë, por që mirupafshim për këtë puntatë. Mos harroni na bëni follow në Instagram, në Facebook edhe në TikTok, edhe mos harroni që na bëni subscribe, edhe Ola, thank you shumë që erdhe. Faleminderit. Edhe ciao ciao.